Ka pas raste kur kom pas kërkesa për me shkru një dramë me një tematik të caktume. Ka raste kur edhe si autor, sociale, po, patjetër, ka raste kur si autor nuk ndjesh mirë me qatë temë edhe thu nuk po më përket diçka mu, po mungon diçka këtu, nuk është diçka që po e përjetoj tamam deri në thellësi që me pas hapësirën për me shkru. Ndodhen edhe ato raste. Po ma shumë fokusona me shkru drama të cilat vijnë prej idesë ose prej mendjes time. Qësh është situata me ato shfaqjet janë televizive ose me ato shfaqjet dramat, radio që kanë qenë më herët, që tashmë nuk janë prezente shumë, nuk di që ka më aso radiodrama ose ato shfaqjet dramatike që i kemi pa në televizor. Po e ki fjallën radiodrama që bën? Po. Me thonë drejtën nuk është te na, nuk kom pa në hapësirën shqiptare që ndoshta munde me qenë gabim, po deri tash sa kom informacion dhe sa e diun, nuk është që janë duke u zhvillu radiodramat. Aktualisht nuk di asun, po. Se ma herët e di kam dëgjua dhe vetë, po tash nuk di që ka ndoshta jo një farë mënyre imponuese, po me njoftu publikun gjitha format e komunikimit, kanaleve që me ndërgju dramën, me u marrë me shfaqen, me artin. Apo ndoshta tash për shqyton rrjetet sociale edhe aty për e bojnë gjithë. Po, paka shumë edhe shfrytëzohen edhe rrjetet sociale për me plasu ose me shfaq një punë që e bën një produksion të i caktuar, për shembull shfaqjen e filmave të ndryshëm, siç është rasti i këtyne tregimeve popullore